Procesi i rikthimit të viktimave nga Gaza në Izrael mori një kthes të hidhur, kur 3 trupat e para të dorëzuara gjatë natës u konfirmuar si Tamir Nimrodi, Eitan Levi dhe Euriel Baruch. Autoritetet izraelite paralajmëruan menjëherë se kthimi i ndihmave drejt Gazës dhe hapja e kalimit të Rafah do të mbahet pezu deri në momentin që do të kthehen edhe të afërmit e tjerë të raporteve si të vdekur, një kërkesë e vendosur që ka tensionuar më tej marrëveshjen e arritur, ndërsa disa familje përjetuan lehtësimin e përkohshëm nga lërimi i 20 pengjeve të gjalla. Frustrimi i publikut izraelit u rrit për shkak të mungesës së kthimit të plotë të 28 trupave të raportuar si të vdekur. Në krahun tjetër, banorët e Gazës shprehin frikën se vonesat dhe mosgjidhjet mund të çojnë në rënjen e besimit dhe në skenaret më të këqij në përshkallëzim të ri të dhunës. Ngjarjet e 13 tetorit, kur Hamasi liroi 20 pengje të gjalla dhe Izraeli liroi rreth 2000 palestinez, ka burxhet e tij u dakorduan si pjesë e fazës së parë të planit 20 pikësh të propozuar nga presidenti Donald Trump. Sidoqoftë, ekspertët dhe diplomatët theksojnë se këto hapa ishin kryesisht humanitar dhe nuk e zgjidhin çështjen thelbësore të sigurisë dhe politikës të Gaza. Plani i propozuar parashikon ndër të tjera çarmatosjen e strukturave të armatosura në rrepin e Gazës dhe krijimin e kushteve për një ndërtim të gjerë, një pikë kyçe për Izraelin, por e papranueshme për momentin nga disa nga strukturat e armatosura palestineze. Ka terreni vijnë raportime shqetësuese për ekzekutime dhe hakmarrje midis grupeve rivale që përkeqësojnë ambientin e brendshëm dhe vënë në provë kontrollin e autoriteteve lokale në Gaza. Në këtë klim të brish, deklarata e presidentit Trump se nëse Hamasi nuk çarmatosej vullnetarisht do të bëjmë ne, shtuan edhe më shumë tensione diplomatike prej një anë premtimi për rindërtim solli shpresa. Nga ana tjetër, kërcënimet për ndërhyrje ushtarake ose zëvendësime të detyrueshme ngrën pyetje për shëndrueshmërinë e çdo armpushimi. Analistët paralajmërojnë se një plan të qartë ekzekutimi me afate të përcaktuara mekanizma, verifikimi dhe garanci ndërkombëtare për siguri dhe rindërtim. Fazat e para të marrëveshjes rrezikojnë të mbeten të pjesshme dhe të përkohshme, ndërkohë familjet e pengjeve dhe ato të viktimave presin përgjigje të shpejta, ndërsa komuniteti ndërkombëtar mbetet i angazhuar për monitorimin e zbatimit dhe për të shmangur një përshkallëzim të ri.